Pronari i banesës qelloi në ajër, shkoi për të grabitur, por dëmtohet gjatë tentativës për t'u larguar, ndronje 46 vjeçari shqiptar në Itali. Një 46 vjeçar shqiptar ka humbur jetën në Itali. Tentativa e grabitjes i mori jetën. Ngjarja ka ndodhur në Arezzo, sipas mediave italiane. 46 vjeçari, i cili rezultonte me precedent penal, ka tentuar të grabisë një banesë në Gorrello së bashku me 2 persona të tjerë. Por gjatë momentit kur ata janë afruar për të realizuar grabitjen, janë pikasur nga pronari i banesës, i cili ka qelluar me armëzjarri në ajër. Në këtë moment kanë tentuar të largohen me shpejtësi për të shpëtuar, por kur kanë tentuar të kalojnë një garth metalik, 46 vjeçari shqiptar shplagosur pasi pësoi prerje dhe ka pësuar hemoragji. Ai u gjet nga efektivët italian, të cilët mbërritën në vendin e ngjarjes pasi u njoftuan për grabitjen, ndërsa 2 bashkëpunëtorët arritën të aratiseshin. Autoritetet po punojnë për zbardhjen e plotë të ngjarjes.